Pra, e kisha amerikane ka një qasje me të vërtetën, me guxim, e thonë vërtetën, kur është për të thënë, por njëtën kohë Nuk janë diplomat, pra nuk flasin me diplomatësi, po janë të drejt për drejt aty ku mendojnë se duhet. E gjenë rrugën diplomatike, patjetër, por e thënë nuk ka problem të thonë vërtetën edhe tjerë të bëjnë, por ata kanë shprehur këto kohë, edhe ka shi presidentit tyre, pa pasur asnjë lloj ndroje. Edhe kisha amerikane pastaj kanë ndihmuar dhe në vazhdon të ndihmoj shumë kishat si motra nëpër botë. Pra shumë misionare vetë, Papa, ka qenë misionar në Peru. Edhe është agustinian. Edhe çfarë lidh me Shqipërinë atë? E lidh Zoja e Këshillit të Mirë, kur po ju lexonit aty, Zoja e Këshillit të Mirë është ajo imazhi që që është larguar nga Shkodra, edhe ka shkuar në Gjenazzano afër Romës. Edhe aty është një konvent i agustinianëve. Pra të gjithë agustinianët, në gjitha kishët ku të shkosh, në gjithë botën, kanë imazhin e Zojës Këshillit të Mirë në kishët e tyre. Pra e lidh shumë me Shqipërinë edhe ata, se e njeh Shqipërinë, edhe dinte mjaft për Shqipërinë, bazë atyre që kanë njohur dhe kanë pasur rast me taku. Ka thënë që njeh Shqipërinë. Pra me shpresë mund të presim sërish që të kemi një pap në Shqipëri. Kjo është shumë herët për ta thënë, por mendoj që e din sigurisht Shqipëria. Kur kam studiuar në Romë, kam studiuar, ishin studentë nga gjithë bota, nga Korea, nga Afrika, Azia, edhe kur më pyesin nga je, thoshin nga Shqipëria. Ku është Shqipëria, thoshin? Ka dhe një kish në New York, Zoja e Këshillit të Mirë e New Yorkut. Po, Zoja e Shkodrës, po Zoja e Shkodrës. Kështu që kam përshtypjen duhet jetë i njohur me. Po patjetër, ai është i njohur pikërisht për imazhin e Zojës. Edhe në stemën e tij që ka pasur si kardinale, si peshku, është edhe një imazh i Zojës, jo i drejt për drejt, por është lulja që na përcjell tek Zoja, tek pastërtia dhe bluja që është imazhi i Zojës. Çfarë janë augustinianët? Sepse çfarë ishin franceskanët e mësuam. E mësuam dhe nga Papa Francesku, pra ku ndryshojnë çfarë kanë të veçanta. Ndoshta Papa Francesku prandaj ishte ashtu, se ishte franceskan, do shumë shumë popullor. Do të thënë në nivelin e njerëzve. Ai ishte jezuit, Papa Francesku, në mendsim. Po, ishte jezuit, po. Por franceskan i shpirtërisht. Sepse zgjodhi Papa Franceskun. Ishte jezuit. Francesku duke qenë që ishte shumë i dashur me natyrën, prandaj një pap ekologjik. Shumë i dashur me të varfrit, prandaj shumë afër të varfërve. Shën Agustini, nga ku e marrën dhe emrin Agustinianët, është edhe një doktor i kishës, por është filozofi edhe teologu më i madh i mijëvjeçarit parë të kishës. Ai ka shkruar jashtëzakonisht shumë për të vërtetat e fesë, edhe i ka dhënë një gjurmë kishës.